Në kuadër të festave të nëntorit, 2 pikë kalimet kufitare më të rëndësishme të Juglindjes, Qafthan dhe Kapshtiz, u shndërruan në skena festive që përcollën atmosferën e krenarisë dhe identitetit kombëtar. Udhëtarët që hynin në Shqipëri u pritën me veshje popullore, muzikë dhe valle tradicionale, duke krijuar një moment të veçantë mirëseardhjeje që mishëroi kulturën dhe mikpritjen shqiptare. Aktivitetet u organizuan në bashkëpunim me institucionet vendore, me synimin për të promovuar trashëgiminë kulturore në një ditë me rëndësi të veçantë historike. Në doganën e Qafthanës, grupi i valleve të Pogradecit prezantoi performanca folklorike të pasura me motive të traditës shqiptare. Valltarët, të veshur me kostume karakteristike të zonës, krijuan një atmosferë festive, duke marrë vëmendjen dhe duartrokitjen e të huajve dhe bashkombasve që kalonin kufirin. Ky organizim u vlerësua si një mënyrë dinjitoze për të përcjellë frymën e festave kombëtare dhe për ta promovuar Shqipërinë si një vend me kulturë dhe identitet të spikatur. Ndërkohë, edhe në pikën kufitare të Kapshticës, grupi i valleve të Devollit, të veshur me ngjyrat kuqezi dhe kostume popullore, interpretuan valle autoktone dhe përcollën emocion me performancat e tyre simbolike. Udhëtarët u ndalën për të fotografuar dhe për të ndarë biseda të ngrohta me fëmijët, duke shndërruar kufirin në një hapësirë të gjallë feste dhe tradite.